Po gjithsesi, ky polarizimi i skenës politike nuk është çështje që ka ardhur nga rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Polarizimi i skenës politike është një proces që ka vazhduar, domethënë në veçanti ndoshta këto 2-3 mandatet e fundit, me theks të posaçëm mandatin e fundit që sapo përfundoi zoti Kurti, i cili si duket gjatë kësaj periudhe kohore ka ushqy shpresën e tij dhe ka ushqy praktikisht egon e tij që ai ka numrat e nevojshëm, ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisë vendin, pra është qeveria e parë që tashmë përfundoi një mandat të plot 4 vjeçar, dhe si duket ky diskurs e ka mbajt gjallë shpresën që edhe pas 9 shkurtit do të jenë formulat e njëjta. Ju kujtojnë ju ato shifrat numerike që subjekti në fjalë do të merr këto vota tjera, por se këto vinë dhe dalin në sipërfaqe, pra vëhen në pak në momentin kur del rezultati i zgjedhjeve, i cili praktikisht ua pamundson të dyja kampeve që të kenë pozicion komod, pozicion të favorshëm, e para për të zgjedhur kryesuesin e kuvendit, e përtej zgjedhjes së kryesuesit të kuvendit është e rëndësishme etike.